Përshëndetje nga unë Hugerta Sako, dashur miq të RTS Sport. Supergol rikthehet në transmetim të drejt për drejt, sepse sot starton java e 28 e Abisnet Superiore. Do të jetë super sfida midis Egnatias dhe Vllaznis vetëm pas 60 minutash që do të hap siparin e kësaj jave, që përkon edhe me javën e parë të fazës së fundit, fazës së katërt. Përpara se t'ju njoh me kalendarin e ndeshjeve jo vetëm të kategorisë superiore, por edhe të kategorisë së parë që do të luhet e gjitha nesër, më lejoni që të përshëndes Ardi Beharin. Përshëndetje dhe Dretan Mehmetin, që do t'jenë me mua në këtë transmetim të ditës së sotme. Fillojmë me kalendarin për t'u njohur se si do t'jenë ndeshjet e kësaj jave. Siç e thash, do të fillojmë me Egnatia Vllaznia, që do na ndiqni drejt për drejt në RTS Sport në orën 19, më pas ditën e nesërme, ditën e shtunë Tirana Byles në orën 15 në RTS 1 High Definition dhe Flamurtari Elbasani në orën 18 në RTS Sport. Ndërkohë që ditën e diel do zhvillohen dy sfidat e tjera midis Vorës dhe Partizanit në orën 15. Edhe këtë sfidë do ta ndiqni drejt për drejt, jo vetëm në RTS Sport, por edhe në RTS 1 High Definition, si dhe Dinamo Teuta në orën 18, po në RTS 1 High Definition dhe RTS Sport. Shohim pak se si kanë mbërritur skuadrat në këtë javë të parë të fazës së katërt në klasifikim. Vllaznia kryeson me 51 pikë. Vetëm 2 pikë më poshtë është Elbasani dhe Egnatia me 49, Partizani 42, Dinamo 39, Teuta 34, Bylis 27, Vora 26, Flamurtari 24 dhe Tirana mbyll tabelën e klasifikimit me 21 pikë. Shohim pak edhe kalendarin e kategorisë së parë, që do të luhet, siç e thash, e gjitha ditën e nesërme në orën 15. Do të kemi Burreli Kuksi, Iliria Kastrioti, Besa Pokradeci, Korabi Laçi, Apollonia Skënderbeu do ta ndiqni drejt për drejt në RTS 2 High Definition dhe Lushnja Luftëtari në RTS Sport. Shohim pak klasifikimin edhe në këtë kategori. Java e 26 i gjen në këtë renditje Skënderbeu 60 pikë, Laçi 57, Pokradeci 52, Iliria 34, Kastrioti 33, Burreli 32, Besa 31, Korabi 28, Apollonia 24, Lushnja dhe Luftëtari 20 dhe Kuksi mbyll tabelën e klasifikimit me 17 pikë. Me që është sot, le të themi, starton faza e katërt, faza e fundit, janë 9 ndeshje për të përcaktuar se cilët do të jenë 4 skuadra që do të luajnë Final Fourin, por gjithashtu edhe skuadra që do të bien automatikisht nga kategoria dhe ajo që shkon në play-out. Do të shohim disa tabela, disa statistika, disa shifra të këtij sezoni në këto 3 faza të plotësuara deri tani. Do ta nisim me ndeshjet të luajtura, janë 135 nga 180 të tilla, fitore e vendasve është 40%, barazime 32%, fitore të miqve 28%, golat të shënuar janë 280, karton të verdh është një mesatare 5.07 dhe karton të kuq 0.30. Ardi, çfarë do bie në sy nga këto shifra të para? Fakt, me njerë Gert më bie në sy fitoret e vendësve. Sepse kam parasysh fillimin e kampionatit ku pati një trend që nuk po kuptoj më ishte luaja jashtë apo luaja brenda në shtëpi. Pra kishte humbur faktori fush. Po, pra se kishte shumë fitore edhe që beshin jashtë fushës, sidomos na skuadrat që filluan të profilizoheshin me njerë si pretendente. Dhe kjo shifër sigurisht që më bën përshtypje. Por edhe me kalimin e kohës, me përfundimin e 3 fazave, dhe të themi i kanë dhënë pak logjik pjesës së fitoreve brenda, sepse pa tjetër që mbështetur nga publiku jot, duke luajtur në fushën tënde, sigurisht që ka prioritete më të mëdha për të fituar dhe ky numër pasaj është balancuar me kalimin e ndeshjeve. Po barazime nuk do duken tepër? Po kanë balancuar atë pjesën e fitoreve në fillim të kampionatit, sepse kemi parë skuadra që kanë qenë shumë pragmatiste, sidomos to skuadrat e mëdha që nuk kanë bërë fitore me domosdoshmëri, kanë bërë dhe ju kanë dhënë të drejtë kjo gjë që kanë zgjedhur, kjo strategji, sepse në këtë fazë të kampionatit, në fazën e katërt, llogaritet çdo pikë bën punën e saj dhe mund të nxjerr nga, po themi, mund të çojë drejt objektivit tënd më shpejt, dhe kështu që edhe numri i barazimeve është okay sipas mendimit tim. Numri golave është i kënaqshëm, por mund të ishte akoma më i mirë. Akoma më i lartë. Sepse ka qenë një kampionat i shtrënguar në fakt, ka pasur shumë rivalitet, po dhe ndeshje shumë taktike. Skuadra që janë
janë impenjuar shumë që mos të humbasin. Dhe skuadra që kanë qenë pragmatiste, kanë shfryzuar çdo rast për të marrë atë 3 pikë me një gol. Elbasani për shembull është një nga ato skuadrat që nga njëherë mjafton edhe një gjysmë goli mjafton të arkivosh 3 pikët. Tani, karton të verdh 5.07, si të duket si shifër, se karton të kuq jemi okej me 0.30? Besoj se është një shifër për mendimin tim e lartë, për vetë është e lartë? Mendoj sepse normalisht skuadrat kanë edhe 2 luftimet, edhe ka shumë skuadra që i japin shumë rëndësi edhe mënyrës dhe metodologjisë së taktikave të filozofisë të teknikve, ku luajnë shumë shpesh me topin e gjatë dhe luftojnë për topin e dytë, por ka dhe tranzicione, dhe tranzicionet bëjnë që të ketë një numër të madh kartonësh. Por do të ritheksoj dhe të shtoj edhe pak për përqindjen e fitoreve jashtë, është edhe faktori që skuadrat në fillim nuk e njohin, dhe skuadrat shqiptare ndryshojnë shumë formë, dhe në fazën e parë dhe dytë ka shumë fitore jashtë. Më shumë janë për të njohur me njëri tjetrin. Edhe kjo është një nga pikat përshtuar atë që tha Ardi, edhe besoj se dominon kualiteti në fakt në ato ndeshjet e para. Kush ka pasur kualitetin edhe pa njohuria për element ndryshëm edhe kjo. Edhe ne Supergole kemi thënë që prit të shohim se si do të kolaudohet, sepse është ndërtuar nga e para. Po e curia e skuadrave, tabela e klasifikimit nga tregon që nuk ka një skuadrë që ka vrarë kampionatin. Jo. Nuk e ka. Edhe më mirë se kampionati është më i bukur kështu. Shohim krahasimin e sezoneve. Këto janë 3 faza. Pra, si ka qenë, po themi, renditja në përfundim të fazës së tretë në sezonin e kaluar me sezonin e tanishëm. Për të mos i lexuar edhe për të mos humbur kohë, shohim për shembull Vllaznin që ka qenë në vendin e tretë me 46 pikë dhe tashmë kryeson. Egnatia është në kuotë po të njëjtë pikësh, 49 në fund të 3 fazave. Dinamo shumë poshtë, ka qenë në vendin e dytë, sezonin e kaluar me 47 pikë. Partizani ka 2 pikë më shumë, e kështu me radhë se mund të shikoni dhe vetë detajet edhe të komentojnë. Ygerd, ajo që bie me sy të lirë, po themi është Elbasani. Po. Ka një rritje jashtëzakonisht shumë të madhe, nga vendi i 5 në me 34 pikë për më tepër. Dhe është në vend dytë me 29 pikë. Egnatia është në të njëjtat shifra me pikët, por kjo vërteton më tepër atë që neve sapo thamë, që është rritur shumë konkurenca. Pra, një Vllaznin ndryshe, një Elbasan ndryshe, një Partizan shumë ndryshe me Kërnajën, dhe një Dinamo që ka bërë këtë regresin që për shkak të fazës së tretë në fakt, e curisë në fazën e tretë është në ato pozita që është. Pastaj skuadrat e tjera janë... Bylis është aty, të Uta është 6 pikë më lartë. Po janë skuadrat që kanë qenë... Tirana është akoma më keq. Vora me flamurtari nuk mund të klasifikohen sepse janë të ardhura apo për Laçin edhe për Skënderbeun. Te Uta ka bërë rritje, me ardhjen dhe sidomos me fillimin e dobit, me ato ndeshjet resht, me ato fitoret, ka bërë goxha pikë dhe është rritur goxha në këtë tabelën, pavarësisht se i mungojnë disa pikë tani në fazën e tretë. Tani ti çfarë vëre në detaj që do ta komentosh? Mendoj më shumë për skuadrat, siç e theksova dhe më parë, Teuta ka bërë atë paraqitjen sepse u ndryshua komplet skuadra dhe mori ato pikët e fillimit dhe ka një përmirësim të lehtë, por nuk kishte vazhdimsi. Vllaznia, atë që tha Ardi, Elbasani ka bërë diferencën, por Vllaznia jo vetëm që është përmirësuar në aspektin e pikëve, por mendoj që edhe për sa i përket lojës ka goxha fluiditet edhe ka qenë goxha dominante, jo vetëm duke marrë pikët, po edhe me diferencën duke e imponuar ritmin e lojës dhe lojë shumë atraktive, kështu që këto kanë qenë. Pjesa tjetër pastaj surprizon negativisht Dinamo, që edhe pse ka kualitete brenda, faza e tretë e gjenë në një pozitë të vështirë. Të vështirë, po. Shohim një tjetër tabel, ndërkohë falenderoj edhe redaktorin përgjegjës Edi Ajdini edhe grafistin Shkëlzem Beci për përgatitjen e këtyre tabelave. Ky është klasifikimi sipas fazave. Kjo është faza e parë, faza e dytë dhe faza e tretë. Këtu shikojmë atë grafikun e oscilacioneve të skuadrave. Dhe po të marrim Vllaznin,
ne kemi parasysh ato rezultatet negative resht, nuk mbajmë mend tani, ndoshta 6 apo 7 rezultate negative resht, që Martini justifikoi dhe jo justifikoi, po thoshte realitetin. 11 pikë të mbledhura. Po, fazën e dytë, sepse ishin mungesat e lojtarëve, dëmtimet e tyre, dhe kemi parasysh që Martini përdori edhe lojtar nga akademia për të mbushur skuadrën, dhe kjo reflekton atë e curit të asaj faze. Dhe sigurisht në fazën e tretë ka bërë shumë mirë, me rikthimin e të dëmtuarve, dhe prandaj them që reflekton grafikun. Egnatia është, le të themi, është me oscilacione, dhe Egnatia pra e ka filluar shumë mirë fazën e parë, në fazën e dytë vazhdoi shumë mirë, në fazën e tretë ka pasur disa ndalesa të cilat e kanë detyruar që të jetë edhe atje ku është në tabelën e klasifikimit. Partizani ka bërë shumë mirë në të dyja fazat, të dytë dhe të tretë, dhe nuk ka më nevojë për koment, po ajo që mua bie më shumë në sy është fundi i tabelës, Tirana dhe Flamurtari. Sepse merrem me këto të dyja, se Elbasani është një trajtshëm, po themi në curinë në treja fazat, ajo skuadër pragmatiste që ka arritur të me shumë përullësi dhe me shumë kompaktësi, e bindur për cilësitë që ka bërë këtë kampionat dhe është aty ku është në tabelën e klasifikimit. Po për të kthyer te dy skuadrat e fundit, ka një zgjim të vonshëm në dy fazat e tjera, për një fazë katastrofë në të parën, dhe në dy fazat e tjera kanë lëvizur, ndoshta Flamurtari më shumë, Flamurtari më shumë dhe Tirana më pak, por ndryshimi i bankinave dhe ardhja e Nuiut te Tirana bëri që të ketë këtë ndryshim në fazën e tretë, sepse ka marrë jo pak pikë në fazën e tretë, ka marrë 11 pikë, pavarësisht se nuk e ka... Po pra, Nuiut, ka qenë Nuiut. Në fazën e dytë, dhe vazhdimin e fazës së tretë. Vazhdimi i fazës tretë ka qenë Nuiut, vazhdimi i fazës tretë. Gesi ka... Ka qenë që në fazën e dytë. Oke, pra vazhdimi edhe në fazën e tretë, Gesi ka 4 ndeshje, 4 ndeshje që ka bërë. Dhe e kanë nxjerrë, domethënë i kanë dhënë këto pikë më shumë, pavarësisht se nuk e kanë lëvizur nga fundi, sepse skuadrat e tjera kanë bërë më mirë se Tirana. Byllis ka qenë konstant, po themi në pothuajse në të treja. Vora ka pasur këto oscilacionet e fazës së tretë, le të themi shu, dytë dhe tretë. Vetëm me 7 pikë të mbledhura. Po Dinamo që ka mbledhur vetëm 7 pikë? Prap, Dinamo është kosto e gjithë fazës së tretë. E gjithë e curisë negative që Dinamo ka bërë fazën e tretë. Dhe pozicionën në atë vënd. Vllaznia në fazën e tretë duket që ka bërë një hap galopant. Pra, e kemi me 19 pikë, pra 19 pikë të mbledhur në fazën e parë, pastaj vetëm 11 që ti... Vllaznia ka ulur pak pikë vetëm faza e dytë, për vetë faktin që ne kemi analizuar dhe bashka ngjitur edhe bisedat që kemi bërë me teknikun, dhe ajo e ka argumentuar dhe i ka dhënë të drejtë. Ka marrë më shumë pikë nga të gjithë, pra po kalon një formë shumë të mirë. Ajo që ai ka thënë mbas intervistave, ku kanë qenë një fazë goxha e ngarkuar me dëmtime dhe lojtarë shumë kryesor, kur është detyruar që të marrë edhe element nga akademia, dhe ai ka thënë që kjo është arsyeja kryesore, dhe kur të kem grupin e plot dhe i dha të drejtë jo vetëm me pikët në fazën e tretë, por edhe me performancë. Përshtypje mjaft mirë bën Partizani, sidomos dytën dhe tretën, ku jo vetëm me rritjen progresive të lojës, por edhe grumbullimin e pikëve, por mendoj që kanë ditur dhe klubit të marrë aty ku duhet, pra ndërhyrje në merkato, lojtarët që kanë ardhur në fazën e janarit, kanë ndihmuar shumë skuadrën dhe kanë qenë që kanë bërë diferencën. Më bën pak përshtypje skuadra e Ignatias, ku dy fazat e para në lidhje me kampionatin e vjetshëm ka qenë më pak ka pas probleme, kurse tek zakonisht ke faza e parë dhe dytë, ke faza e tretë gjithmonë Ignatia kishte një rritje progresive dhe sidomos në të katërta. Dhe kjo ndodh për faktin që edhe ata kanë pasur shumë probleme brenda skuadrës, shumë element kryesor kanë pasur edhe largime, po edhe afrimet nuk është se janë adoptuar akoma dhe përshtatur me filozofinë e teknikut. Në fundi fazës tretë ka qenë ajo që përkoi me lëvizjet me zërat e merkatos, le të themi kështu, që u shoqërua dhe me ato rezultate. Shohim një tjetër tabel, kemi shifra vërtet interesante sot. Kjo është mesatarja e golave për ndeshje për vendet e rajonit.
Dhe po të shikoni në 2, 4, 6, 8, 10, 13 shtete, Shqipëria mban vendin e fundit. Po këtë si e komentoni? Po për shkak të nivelit të futbollit dhe më tepër ajo që unë thash në fillim, të pjesës që skuadrat... Si nivelit të futbollit? Po ja, kemi Kosovën për shembull aty, që e ka 2.59. Po, 2 faktor ka. E para njerë, është ndryshimi madh midis taktikisht, po marrim këto 2 shtete, futbollin e 2 shteteve tona, le të themi kështu, Kosovës dhe Shqipërisë. Dhe ka një ndryshim shumë madh në ana taktike. Në Shqipëri, ndeshja shumë e shtrënguar në ana taktike, pra skuadrat luajnë për të mos humbur. Fillimisht dhe pastaj për të bërë një lojë të hapur dhe të shkojnë te goli, te fitoria me anë të golave dhe me shumë golave. Kështu që nisur nga kjo, ky pozicionim në vend fundit ka të bëjë pikërisht me pjesën taktike, them unë, me kujdesin që skuadrat i kushtojnë fazës mbrojtëse dhe kualitetin që ato kanë lartë për të zgjidhur ndeshjet me pra ne nuk bëjmë futboll sulmues, thua? Ne nuk bëjmë shumë futboll sulmues. Tani? Shumë e vërtet konstatimi i Ardit, por unë duhet të shtoj edhe një nga faktorët kryesor futbollin modern, që po t'i referohem edhe në aspektin ekonomik, buxheti i skuadrave të gjitha këtyre shteteve është, mendoj, nga 5 deri 10% më shumë se, jo përqind, por gati gjysma e buxheteve të ekipeve, po të marrësh skuadrat e Kroacisë, Greqisë, Çekisë, pothuajse e kanë 3-4 fish më lart se sa ne, dhe kjo rrit edhe cilësinë e elementeve ku normalisht ke mundësi që ti të shpenzosh me lojtar më cilësor dhe vim aty ku e preku dhe Ardi që cilësia e elementit, sidomos në filtin e parë pra sulmuesit, realizon më tepër gola dhe detyrojnë pjesën teknike apo stafet që të luajnë me blok të mesëm apo të ulët dhe mentaliteti për të arritur fitoren, por edhe mos pësosh, detyron që ti mos shkosh shumë ke goli, por edhe kjo është një nga faktorët që kampionati shqiptar, por është edhe një ritëm... që Shqipëria është pikërisht në vendin e fundit. Pa tjetër, por unë mendoj që janë këto faktorë... Se futbolli për golin... Pa tjetër, unë mendoj që ndikon dhe aspekti fizik, dhe edhe sidomos ndërprerjet e shumta, dhe duke menduar trajnerët loja efektive, thuani. Loja efektive, duke ullur ritmin e kundërshtarit me shumë ndalesa, dhe kjo është një nga faktorët, dhe për gjithë këto faktorët ne kemi edhe diferencat në Europë, kur kemi përballje me këto skuadra. Se nuk i përshtatemi do të ritmit. Po, kjo shifër shpjegon edhe pse ne nuk kemi në kampionat një gola shënues me shumë gola. Pra në përgjithësi janë të shpërndar... Unë prandaj u krahasova me Kosovën, që jemi të ngjashëm dhe kemi të njëjtën problematik. Biles, po të jemi të aspekti financiar, ne jemi më lartë se Kosova. Pikërisht pra. Por unë vazhdoj të insistoj që skuadrat tona luajnë më shumë taktikisht, po themi, dhe nuk i japin prioritet asaj pjesës argëtuse, sulmuse. Më shumë futen për mos të humbur se sa për të fituar. Duan të shkojnë të sigurt në Final Four. Duan të shkojnë të sigurt. Ja shohim një statistik tjetër për golat. Gol për ndeshje ndër vite, në vitin sezonin 2019-2020 ka qenë 2.52, 2020-2021 2.9, 21-22 2.26, 22-23 2.22, 23-24 2.28, 24-25 2.21 dhe kemi dhe shifrën e këtij viti, pra 2025-2026 në 3 faza e kemi 2.07. Pra vetëm në sezonin e 2019-2020 ka qenë pak më e lartë, pastaj rrotullohemi në të njëjtat shifra. Po sepse këtu në fakt të gjerë me të shkujtoj unë ka ndikuar shumë Tirana, ka qenë një super kampionat i fituar nga Tirana, në mos gaboj ka qenë me 70 pikë. Po, me shumë gola. 67-70 gola kanë qenë dhe këto e kanë rritur këtë pjesën, po gjithsesi shifra është e kënaqshme mbi 2 është gjithmonë e kënaqshme në këtë aspekt. Për t'i marrë me radhë, po themi edhe pse tani nuk e sezonin që është në vazhdim duhet që të llogaritet akoma, sepse ka dhe një fazë për të luajtur. Dhe pjesa tjetër pastaj shkon aty, varion dhe është për mua është një shifër e kënaqshme, sepse këtu ndikojnë edhe skuadrat, po themi përmenda Tiranën në një nga kampionatet që ishte me shumë gola.
Po, ndikojmë, për shembull, ardhja e Elbasanit ka ndikuar në këtë shifër. Ardhja e Gnatjas ka ndikuar në këtë shifër. Pra, ardhja e kualiteteve në kampionat ka ndikuar që shënimi i golave të jetë gjithmonë mbi 2. Okej. Çojmë një tjetër statistik. Klasifikimi sipas performancës. Tu kemi Dinamon që pritshmëria ka qenë për 51 pikë të mbledhura në përfundim të 3 fazave dhe pikët aktuale janë 39, pra është minus 12 diferenca në bazë të performancës dhe pikëve të mbledhura. Vllaznia ka 49 me 51, Egnatia 44 me 49, ose më saktë, Dinamo minus 12, Vllaznia ka plus 2, Egnatia plus 5, Teuta ka minus 3, Bylis ka minus 8, Elbasani ka plus 15, Flamurtari minus 7, Partizani plus 18, Vora plus 4 dhe Tirana plus 8. Pra edhe njerë, ky është një koeficient që llogaritet duke pasur parasysh paraqitjet që skuadrat bëjnë në ndeshje, mundësitë e krijuara dhe shfrytëzimi i tyre. Pritshmëritë për gole. Pritshmëritë për të gjitha ato dhe për të fokusuar në këtë aspekt, themi që Dinamo ka prodhuar aq shumë lojë sa pritshmëritë për gol janë më të mëdha në të gjitha skuadrat e tjera, por nuk i ka realizuar. Dhe këtu dalim direkt te pjesa që i ka munguar Dinamo, sidomos në fazën e tretë. Pjesa e finalizimit të aksionit. Dhe ajo e ka bërë që Dinamo, jo vetëm që të ketë këto shifra këtu, po ti reflektoj dhe në tabelën e klasifikimit, edhe në fitore, edhe në pikë, në pozicionim. Ashtu siç kundër, skuadrat e tjera, ato që ne thamë më lart, për shembull po të marr Partizanin. Partizani e ka pritshmërinë për pikë, e ka 24, dhe është plus 18, ka marrë 22. Dhe unë po them që janë skuadra pragmatiste. Janë skuadra që kanë krijuar 3 raste dhe kanë bërë 2 gola apo 1 gol. Dhe kanë marrë 3 pikëshën. Dhe kjo është merit plotësisht e trajnerëve tyre. E Di Martini, po themi, Vllaznia. Që Vllaznia, nga ajo që ka prodhuar, ka pasur pritshmëri për 49, ka marrë 51, pavarësisht shifrës. Pra është aty. Por, kjo më shumë se shifra, tregon për mënyrën, modelin e lojës si zgjedhin këto skuadra. Skuadra pragmatiste. Pra këtu fut edhe Elbasani, që është plus 15. Elbasani Biles është më tipiku në këtë aspekt, sepse shfrytëzon me efikasitet maksimal çdo rast që i del. Pra, në shumatoren e rasteve të prodhuara në një ndeshje, efikasiteti është i lartë. Kjo është në përgjithësi, pastaj të tjera të bëhen vetë. Elbasani pa tjetër që po, Partizani për mua është rast unikal, po themi të paktën në këtë kampionat, me Kërnajën, po themi, sepse të kuptojmë një gjë për ta kthyer në gjuhë teknike, shifrat në gjuhë teknike. Një kontingjentin që ke në resht, karakteristikat e lojtarëve që ke në resht, dhe ndërton modelin e lojës në bazë të atyre karakteristikave. Për aq kohë sa duhet të nxirrte skuadrën nga tranzicioni me marrjen e tij e me marrjen e skuadrës në dorë, ka shfrytzuar maksimalisht karakteristikat e lojtarëve, pa u impenjuar fare për bukurinë e lojës, për pjesën e kombinimeve, ndërtimit apo ku diun se ç'a, por i fokusuar vetëm te rezultati. Të fitosh ndihmon, domethënë me fitoren ndihmon të fitosh, prapë krijon ambient psikologjikisht e mirë, patjetër edhe dhe ke këtë ecuri. Jo vetëm për këtë, po mendoj që për çtuar dhe për ta ndihmuar pak Ardhin, ai ka edhe një merit të jashtëzakonshëm për mendimin tim. Jo, flasim për Kërnajën këtu, po flasim për pikën. Jo, për atë çka ka bërë, sepse për atë çka ka bërë, mendoj që ka vlera, sepse po të referohemi i përshtatet edhe shumë kundërshtarit. Dhe për të arritur aty ku ai do vendos element nga një ndeshje në tjetrën, ndryshon shumë formë, ndeshja e fundit ndryshon shumë formë, dhe i arriti qëllimit dhe kjo i arrit vlerat dhe është merit e tij që Partizani është këtu. Ndonjë skuadër tjetër ju bie në sy për ndonjë detaj? Po të tjerat janë atje ku duhet të jenë, Gert janë atje ku duhet të jenë në fakt. Po Bylis për shembull, që është -8, pra po jo, dhe Tirana, se ajo që duhet parë, Tirana dhe Flamurtari që duen parë, po themi si për të gjetur arsyet pse janë aty ku janë. Dhe Tirana do ndaloj pak më gjatë, se kemi një tabel të dedikuar. Okej, po ndalojnë të Flamurtari, me që do ndalosh ti atje. Po themi, Flamurtari ka prodhuar loj, por i ka munguar finalizimi dhe në këtë rast. Pra, nuk është se edhe me Morieron, kur ka qenë
ne kemi asistuar në ndeshje shumë të mira të tij. Por ato që i kanë munguar atij kanë qenë ekuilibrat, të cilat nga njëra anë nuk finalizonte, ka munguar finalizimi në shfrytëzimin e rasteve me eficiencë, dhe nga ana tjetër pastaj ka pasur probleme me ekuilibrat, duke pasur parasysh ka pas një model loje 1-1 në gjithë fushën, dhe në modelin e lojës të zgjedhur për tij 1-1 në gjithë fushën, një të çedoj në markim ose të eliminohet, probabiliteti për gol është i madh. Bylysit mendoj që fare shkurt ka ndryshuar shumë skuadër, pra shumë elemente, dhe prandaj mendoj që ka -8 pikë dhe ndoshta tani po adaptohen dhe epruret e fundit. Renditja e Tiranës ndër vite, ndalojmë pak këtu, në 2016-2017 ka qenë në vendin e 7 në klasifikim me 30 pikë. Në 2017-2018 ka qenë në kategori të parë, 2018-2019 ka qenë në vend të 8 me 30 pikë, 2019-2020 ka qenë në vend të parë me 56 pikë, ka qenë edhe viti kur ka fituar titullin kampion. Më pas 2020-2021 në vendin e 5 me 42, përsëri në 2021-2022 në vend të parë me 60 pikë, 2022-2023 në vend të parë me 47 pikë, e më pas fillojmë të bijem sërish 2023-2024 në vend 6 me 36 pikë, 24-25 në vend të 9 me 26 pikë, kjo në fund të 3 fazave, po flasim, dhe 2025-2026 është në vendin e fundit me vetëm 21 pikë. Oscilacionet të mëdha dhe në përgjithësi, në gjykimin tim, është për shkak të, le të themi kështu, të jo vetëm të pjesës teknike në fushë, po më së tepërt në pjesën e drejtimit të skuadrës. Pra është një skuadër që është bërë gjithmonë nga fillimi në çdo kampionat. Herë duke shqitur dhe inkasuar të ardhura, po herë duke larguar lojtar pa inkasuar të ardhura. Kështu që të gjitha këto ndryshime, stabilitetet në skuadra, reflektojnë këte ecurit të saj. Gjithmonë, kur ka qenë me skuadrat me lojtar shumë të mirë, ashtu siç Tirana i ka merituar, ka qenë gjithmonë kampion, ose ka luftuar për titullin kampion. Pastaj në gjitha herët e tjera, kanë qenë pikurisht këto në gjykimin tim, këto le të themi lëvizje shumë të mëdha, pra ndryshime lojtarës, mungesë strategjie në kozgjatjen e lojtarëve, që e kanë sjellë në këtë të ketë të lloj ecurie. Në 2 vitet më të suksesshme ka qenë 2021, 2022, 2022, 2023 ka qenë Orges Shetra një. Dhe kjo është më e qartë, më edhe e qartë, patjetër, dhe Orgeshe, por dhe lojtarët ka qenë me element shumë të mirë, apo edhe vitin që doli kampion me Egbon, ka pas me të vërtet Tirana ka pasur largime dhe afrime, por tek Tirana nuk ndryshonte boshti. Portieri, 2 qendërmbrojtës, 2 mesfushor dhe sulmues që bënin diferencën. Por në vitet e fundit që është në këtë lloj tranzicioni, ajo ndryshon formë në të gjithë komponentët, si në staf, si në element, dhe këto sjellin këto rezultate dhe këtë lloj paraqitje të Tiranës. Lëvizja e trajnerëve mund të ketë ndikuar vetëm në këtë sezon që ka edhe një fazë për të zhvilluar, janë 4. Janë 4, pa asnjë lloj diskutimi po. Biles në këtë fazë unë prisja shumë që me ardhjen e Shejt në krye të skuadrës, si një jo vetëm trajner i mirë, por edhe një njerëz që e njinte ambientin dhe pritshmëritë ishin të mëdha, të paktën efektin e ndryshimit të trajnerit skuadra do ta kishte, por nuk vumre as ndryshimin e efektit të ndryshimit të trajnerit. Pra edhe me këtë lloj ndryshimi nuk erdhën rezultatet. Ndërkohë që, siç e thash, kjo është statistik, pikët e mbledhura pas 27 javësh kampionat. Dhe në këtë moment, pra në fund të 27 jave, në sezonin kur ra nga kategoria që ka qenë 2016-2017, po ta shohim, ka patur 30 pikë. Ndërkohë sot, pas 27 jave, ka vetëm 21 pikë. Është ogur i zi. Është këmban alarmi që ka rënë që shpejt, në fakt, dhe nuk e di sa do jetë e mundur që të vi reagimi, sepse jo vetëm që është vonë, po skuadrat e tjera janë në ritëm. Po të marim ata që Tirana është direkt konkurent. Po themi, Flamurtari Byllus Vora.
skuadra që bindin edhe me lojë. Bylis, për shembull, bind edhe me lojë, bind edhe me rezultat, ka kontingent i cili është kualitativ dhe sidomos në janar është përforcuar me kontingent, me lojtar shumë kualitativ, me një trajner të sprovuar të kampionatit shqiptar, që ka që me skuadrën që në fillim të sezonit. Dhe këto janë faktore plus. Vora, të njëjtin kontingent, por plusin në krahasim me Tiranën ka vazhdimsinë e stafit dhe të lojtarëve. Dhe ka treguar që është një skuadër fushe që mund të ketë pritshmëri të mira në fushën e saj. Flamurtari ka dhënë shenja jete me ndryshimin e stafit, por çështja kryesorja ka kualitetin në skuadër që pavarësisht se nuk është shprehur për të dalë nga kjo situatë ka. Te Tirana bëj shumë mund bëj shumë mund për t'i parë këto gjëra. Bëj shumë mund, edhe pse skuadra nga mesfushorët e lartë ka në gjykimin tim e ka shumë të mirë, ka problematika jo vetëm në repartin e mbrojtjes, po edhe si skuadër në lojën e mbrojtjes. Tani ke ndonjë koment për këtë që të kalojmë më pas në? Okej. Mirë, kemi një tjetër tabel dhe do të qëndrojmë më në fund pikërisht tek sfida që do të hap të fazë të katërt, një super sfidë, po themi në një farë mënyre është edhe një sfidë për të vendosur vendin e parë, sepse në rastin e një fitore të Egnatias, ajo do të kalonte në vendin e parë, ndërkohë që Vllaznia sigurisht do të luajë jashtë fushe, por do të bëjë gjithçka edhe me cilësitë që ka, edhe me ritmin që ka për të mbajtur pikërisht pozicionin e parë. Kemi 34 gola të shënuar për Egnatian dhe 36 për Vllaznin, gola të pësuar janë 22 me 21, asiste janë 17 me 17 të barabartë. Zotrimi i topit flet për Egnatian 57.1 me 29.8 për Vllaznin dhe porta e paprekur janë përsëris shifrat e barabarta me 11. Pra duket sikur jemi përveç se te zotërimi i topit në një balans totale edhe me pikët, por duket sikur forma në këtë fazë të fundit, pra që mbaroi, është e ndryshme. Në fakt nuk ka të bëjë shumë me formën, nuk ka të bëjë shumë me formën. Ka të bëjë me modelin e lojës, me strategjitë që kanë dy trajnerët, me sisteme të ndryshme loje dhe me strategjitë të ndryshme loje. Pra një Egnatia që e ka të përqendruar modelin e saj të lojës te qarkullimi i topit, të mbajtja topit në zotrim, dhe bashklidhur pasimeve avancuese, fitimeve të dueleve, sidomos triblimeve 1-1 në zonën e fundit të aksionit, siguron rezultatin, dhe një Vllazni më direkte, me një lojë më direkte te sulmuesi apo te sulmuesit e saj në linjën e parë të sulmit dhe mbështetje, fitimi i topit të dytë dhe mbështetja e sulmit dhe e bazuar shumë në kundërsulmet, duke shfrytzuar karakteristikat e lojtarëve të pesë të saj. Pra janë dy skuadra që kanë shfrytzuar më së miri avantazhet dhe kualitetin e avantazhet e sistemit të lojës dhe të modelit të tyre. Dhe kjo tregon këtë përqindjen, Gert. Por jo çdo gjë. Po pra të zotrimit të topit, por unë thash një tjetër gjë. Pra në një farë mënyre, Vllaznia është 51 pikë, Egnatia sot është 49. Të gjitha shifrat e tjera janë të balancuar përveç zotrimit të topit, thash, por forma që vinë dy skuadrat nuk është e njëjta. Pra Vllaznia vjen në një formë tjetër, filozofia e ndryshme, shpjegoj Ardi, është filozofia e ndryshme, mënyra e interpretimit lojës. Pra nuk është çështje forme te Egnatia thuati? Jo, ajo që ka bërë te Egnatia që të jetë në atë vendin ku është, ka bërë oscilacionet që pati këtë fazën. Si pra i ka bërë këto oscilacione për shkak të mënyrës së lojës apo se ka probleme të tjera? Jo, të lojtarëve individual. Dajsinani ishte me valigjën duar, Xhemajli me valigjën duar. Dhe janë dy shtyllat e sidomos skuadrës në fazën mbrojtëse. Kështu që edhe sulmuese janë shumë të rëndësishme. Patjetër, se ata organizojnë. Nuk ka të bëjë, në këtë rast nuk tregon këto shifra, nuk tregojnë formën e skuadrës, sepse janë dy skuadra që po udhëheqin kampionatin të dyja bashkë. Por kanë të bëjnë me modelin e lojës tyre, prandaj ndryshon dhe ajo që pasqyrohet vetëm te mbajtja e topit në zotrim. Dhe një nga vlerat që skuadra e Vllaznisë është rritur këtë vit është sidomos porta e paprekur dhe këtu besoj se tekniku Edi Martini ka vlera sepse pothuajse ka implementuar dhe në fazën defensive sepse po të referohemi Vllaznisë së vitit të shkuar psonte shumë dhe nuk ishte shumë ekuilibër sidomos në tranzicionet negative të saj dhe për vetë faktin ka filluar të
të balancojë dhe skuadrën kampione me një filozofi ndryshe, por është aty dhe po udhëheq kampionatin. E ka pohuar me gojën e tij që nuk merre me bukurinë e lojës, është pragmatist, shënon një gol dhe kthehet e gjitha skuadra mbrapa për të shfrytzuar atë që ai ka armë tjetër në dispozicion, shpejtësinë me kundërsulmit. Në këtë tabel mungon një element që Vllaznia e ka pasur negativ në këtë sezon. Ndeshjet jo në Loro Boriçi. Po, ndeshjet jashtë. I ka pasur problem. Domethënë nuk është se ka qenë një Vllazni bindse në ndeshjet jashtë, por kjo përjashtohet kjo ndeshje sepse janë dy kryesueset dhe është një finale parakoshme për mua. Mirë, shkojmë tek përballje direkte tashmë, të shohim se si janë shifrat. Janë 2 fitore për Vllaznin. Kemi dhe një barazim, golat të shënuar janë 5 për Vllaznin dhe 2 për Egnatia, pritshmërit për gol janë 4.5 për Vllaznin dhe 2.15 për Egnatia, po më vjen t'i lexoj mbrapsht që janë shifrat më të larta këte nga Vllaznia, goditje gjithsej 31-18, goditje në kuadrat 10-9 dhe zotrimi topit është 43-57. Janë ato që thamë, janë produkti modelit të lojës si zgjedhin. Një Vllazni, e thamë edhe njerë, që shfrytëzon linjën e parë të sulmit, një Vllazni plot me kualitete për të zgjidhur ndeshjet, dhe ka fituar 2 ndeshje dhe 1 barazim, pra ka një, le të themi kështu, bilanc shumë pozitiv në përballjet midis tyre. Pritshmërinë për gole ka më të madhe nga Egnatia për faktin që Egnatia ka një sulm koral, pra një manovër sulmuese korale dhe bën shumë, le të themi kështu, volum loje me topin në këmbë, por te zona e përfundimit të aksionit ju jep kohë kundërshtarëve të grupohen dhe të vendosen me një blok të mesëm dhe të ulët dhe mundësit për të shënuar gol sigurisht që minimizohen me shkurtimin e metrave, me marrimin e metrave të fushës. Dhe nisur nga ajo, po themi, manovra direkte e Vllaznis, se po jo asjell që të jetë që pak me kuptueshme. 2 sulmuesat kryesor, Balaj dhe Bismarck në shumë raste. Topi i gjatë të dy ata, e punojnë, e ulin, shkarkojnë të Kallaku, Malaj, apo kushdo që vjen mbrapa që futet në zonat e qendrës, godasin në port dhe krijohet rasti për gol. Dhe ato janë goditjet në port, goditjet në kuadrat. Ja, po ta shikojmë, 43% brenda ndeshjes, zotrimi topit, por po ta shikosh goditjet kuadrat, jemi në ekuilibër, por sidomos goditje gjithsej, 31 me 18 është diferencë shumë e madhe dhe bie përkundër të 57% të zotrimit topit, atë që thamë më përpara që zotron në zonat pa rrezikshme Egnatia, kurse Vllaznia është më direkte dhe shkon pra sidomos në kundër pressing Vllaznia është shumë e shpejtë. Sa po merr topin, riniset shumë shpejt, sa po gjej hapësirat, shkon drejt portës kundërshtare. Fiton shumë topa në gjysmë fushën e kundërshtarit dhe që aty lind aksioni për të mbaruar sa më shpejt me goditje në port apo edhe me rast. Shkojmë në Egnatia Arena ku na pret kolegu Kristo Thoma. Përshëndetje Kristo. Përshëndetje Ygerta, përshëndetje të gjithëve. Vllaznia Egnatia, në fakt Egnatia Vllaznia këtë radhë është sfida e cila ka qenë ajo që mbylli sezonin e kaluar, ajo që hapi këtë sezon dhe që hap çdo fazë me 2 skuadrat që janë kthyer në rivale shumë të forta dhe në skuadrat që udhëheqin kampionatin me gjithë rrotullimet që ka pasur në renditje. E kujtoj nëse Egnatia do të fitojë sot, do të merrte vendin e parë në renditje momentalisht dhe Vllaznia që ka kryesuar për një pjesë të mirë të sezonit, sidomos në vitin 2026. Ju e thatë më herët 2 fitore të Vllaznis në Shkodër, por një ndeshje shumë e bukur në fazën e dytë këtu, nëse e kujtoni atë ndeshje të mbyllur 2-2 me atë gol me goditje dënimit të Egnatias që kaloi në rrjetet sociale edhe ndërkombëtare, përveç se ato të vendit tonë, sigurisht që parashikimi është që të jetë sërish një ndeshje e fortë e bukur me të dyja skuadrat që do të kërkojnë maksimumin, sepse tani hymë në atë gjiron e fundit, pra në fazën e 4 ku llogarit bëhen edhe më të vështira sepse çdo pikë për më tepër me një rival direkt vlen edhe më shumë. Përsa e përket formacioneve, kujtoj tek Vllaznia do të mungoj Burishta, i cili ende nuk është rikuperuar, do të mungoj dhe Bismarck për shkak kartonit kuq që mori në Vlorë. Selmani dhe Gruda janë mungesa tek Egnatia, nuk ja dalin të jenë as në stol, sot vijojnë të jenë të dëmtuar. Kështu Egnatia do të luajë me Dajsinani në port, mbrojtja nga Djata në të majtë me Fangaj, Sota, Xhemaili dhe Aljev. Aleksi, i cili kthehet ka pezullimit, do të jetë së bashku me Fernando përpara tyre.
Jahaja, Haruqi dhe Albaneze. Në mbështetës sulmuesit kryesor që gjithmonë më shumë merr kredite është Adjesa. Tek skuadra e Vllaznisë do të luaj Polc në port, mbrojtja me 3 do të jetë Pusi, do të vendoset në treshën e prapavijës së bashku me Gjinin dhe Bajramin, Kastrati në kursin e djathtë, Tiago në kursin e majt, do të jetë Qato dhe Krymi përpara tyre, pak më i avancuar Kallaku dhe Mala, ai që shëtit shumë në përformacion, do të mbështes Bekim Balajn. Florian Lata do të jetë sot arbitër kryesor në Rogozhik. Faleminderit Kristo për raportimin. Me Kristo Thoma do të jeni drejt për drejt në orën 19 në RTS Sport në komentin e kësaj sfide midis Egnatias dhe Vllaznisë. Me Ardin dhe me Tanin diskutojmë pak formacionet dhe përzgjedhjet e të dy teknikëve për këtë sfidë. Po shkoj Gert, nga ndeshja e kaluar është Poçi që ka humbur formacionin ose ndoshta mund të ketë ndonjë dëmtim që unë nuk e di. Dhe Kryeziu sepse kthehet Aleksi. Mungon Kryeziu sepse kthehet Aleksi. Po me kthimin e sotës, në gjykimin tim rikthehem edhe një herë në atë manovrën që Egnatia ka bazuar shumë te sota sidomos për fillimin e aksionit nga portieri, sepse mund të përdor shumë mirë të në zhvendosjet e tij në krahun e djathtë, sepse Fangaj unë gjykoj që është gjithmonë me pjesëmarrje nga brenda, për të bërë një dyshe me Aleksin në zonën e ndërtimit të aksionit. Manovrën tjetër dhe sota është ai që shpërndan lojën o me topin e gjatë në thellësi në mbas shpinës së kundërshtarit në krahun e djathtë të Egnatiës, ose me diagonalen e gjatë të Albaneze, që sota me aq të paktën sa ka luajtur, unë e mbaj mend që ka qenë manovra e Tetovës ka qenë e përqendruar te ai. Alieve shikoi me pjesëmarrje në të gjithë ndeshjen, është pothuajse një winger, një sulmues i krahut, në krahun e majt, në të gjitha rastet kur Aleksi zbret midis Xhemailit dhe Sotës për të bërë atë 3-2-4-1-shin e Tetovës në zonën e ndërtimit të aksionit, po edhe të përfundimit të saj. Dhe kështu që e shikoj një skuadër me shumë linja, e shikoj një skuadër që është fleksible, dhe sepse i ka dhënë garanci, po themi Adjesa, sepse ka dy cilësi në gjykimin tim Adjesa, edhe në rastin që është... Ka përshtypjen dhe Jahaja e nis nga minuta e parë, se nuk e ka nisur. Edhe me Teutën... Edhe me Teutën ka qenë në të parën? Po, për të shtuar Adjesën që ka marrë bonuse që Kristo tha ka vazhduar beson, e para për dy arsye mendoj unë, për arsyen që do ta fitojë për fazën e fundit të kampionatit për Final Four-in, sepse është një lojtar i blerë, dhe dyta i jep Tetovës garancin që ta përdor me dy funksione, edhe si një nënç për të ngritur skuadrën lart, po edhe për vertikalizues, duke shfrytzuar cilësitë e tij të shpejtësisë, sidomos shpërthimet e tij të shpejtë. Është duke marrë ritmin, është duke futur në ritëm me skuadrën, kështu që e shikoj një skuadër të automatizuar. Ruçi gjithmonë më shumë është vendimtar në manovrën e Tetovës, duke kapur gjysmë hapësirat e djathta për të bërë atë kaçen, po pse jo dhe të hapet në linjën e djathtë dhe të veprojë mirë aty, ka dhënë shumë produktivitet sa herë që është përdorur në ato linja, kështu që mendoj që është një skuadër që sot do prodhoj një futboll të mirë që Tetova e synon përveç fitores. Është pak... Patjetër. Dhe sidomos Ardi, kur janë të dy në fush, mendoj dy lojtarët kryesor, sidomos në mes fush Fernando dhe Aleksi, japin shumë mundësi që teknikut t'japim shumë manovra të ndryshme në organizimin manovrës sulmuese, por dhe të fitoj atë sidomos tradicionin negativ ku skuadra për qënë sinqert, skuadra e Egnatius ka vuajtur shumë në tradicionin negativ dhe ka psuar shumë. Dhe një nga faktorë, por dhe një vlerë shtuar është ajo që tha dhe Ardi, që Ruçi është një lojtar që kap shumë mirë gjysmë hapësirat vertikale të fushës, por dhe mbi vendoset në linjën e djathtë, sepse Fangaj mbi vendoset linjën e qendrës dhe Jahaja mund të jetë pikë mbështetëse me Albanezen dhe mund të dalë edhe me 3-2-4 lartë skuadra e teknikut, sepse Ruçi jep shumë fleksibilitet taktik skuadrës Egnatius. Edhe Fernando që ka patur gjysmë zonat e krahut të majt. Ai është Fernando, unë e thash që më përpara, Fernando është një nga lojtarët që në manovrën e Egnatius, sa herë që ai nuk është në fushë, ka vështirësi që të ketë atë fleksibilitetin dhe manovrat të ndryshojnë gjatë posedimit topit. Pra, le të themi kështu, gjërat duke e krahasuar me Vllaznin,
avantazhet e Gnatjes janë gjërësia e fushës, shfrytëzimi i gjërësisë së fushës, për të pasur situata 2-1 në zonat e ansore të... Edhe shkallëzimin që fiton me gjërësinë. Shohim dhe formacionin e Vllaznisë. Po mund t'jetë edhe një 3-5-2, le të themi kështu, siç me Krymin, siç shkon vazhdimisht. Ose 3-1-4-2, ku Kallaku bashkë me Qaton janë... Po, 3-1, po, Bajrami, Gjini, Pusi, Krymi para Treshes, dhe vendoset në linjë Jago, Kallaku, Qato dhe Kastrati, dhe sepse shpesh herë Kallaku zbret në linjat gjysmë hapësirat vertikale, edhe Qato në gjysmë hapësirat vertikale të linjës së djathtë dhe organizoi manovrë sulmuese dhe fitoi shumë gjërësi dhe po ta shikojmë edhe Kastrati dhe Jago, po thuaj se ka situata që janë në një linjë me dy sulmuesit qëndror si që është Bala dhe Mala, por shpesh herë Kallaku është ai lojtari që përshtellon dhe kap shumë mirë gjysmë hapësira që vendoset mes linjave të mbrojtjes kundërshtarit dhe është ai lojtari që ditë të shkallëzoj dhe sidomos të ndroj frontin e lojës dhe të vertikalizoj me pasat aktiv, pra pas progresiv, pas përpara. Unë mendoj tanë që në mesfush do ketë rotacion për të nxjerrë një lojtar në zonat midis linjave. Nuk ka rëndësi emri, Krymi është pak për sigur që është para mbrojtjes, nuk lëvis, do dalë me pas dhe do merret me ekuilibrat e skuadrës. 2 fashat ansore do jenë gjithmonë me pjesëmarrje, siç janë ndoshta Kastrati më linear, Jago duke pritur ndërimin e lojës në krahun e kundërt, dhe pjesa tjetër pasaj në të gjitha ndeshjet, jo vetëm të fituara nga Martini, por dhe të luajtura bukur, me shumë intensitet, ka qenë kur pas balës ka qenë Mala dhe Kallaku. Nuk e 3-4-2-1. Nuk e di sot. Ato veprojnë shpesher, ndryshojnë. Në rotacion ata shkojnë. Vjen dhe Mala në gjysmë hapësira dhe bëjnë 4 lojtarë, Qato, Krymi. Sot kanë ndeshje tanë një tipologji tjetër, jo si me Balën dhe me Bismarckun, që janë të deklaruar që topi shkon të ata dhe ata shkarkojnë të linja e dytë. Kastrati filtron topin në hing për njërin nga ata të dy. Sot ka një tipologji tjetër, dhe ajo që unë jam shumë kurios të shikoj sot, duhet të shikoj distancat e presionit në të dy skuadra. Distancat, tani, të flasim e fjallë më do tjeshta. Do të presojnë fazën defensive. Organizimin e fazës mbrojtëse. Pra, në qofë se Vllaznia do të bëj atë presingun ultra ofensiv që na ka mësuar shpesh sidomos në fillimin e çdo ndeshje. E ka praktikuar 15 apo 20 minutat e para, nga i cili i ka dalë tranzicionet të shkurtra dhe ka shfrytzuar maksimalisht rastet në gjysmë fushën e kundërshtarit pa harxhuar energji. Dhe Gnatjen që zakonisht ka përdorur një strategji që me një blok, le të themi ndërmjet linjës së lartë dhe të mesëm, dhe sot në qoftë se do të bëj një presion të lartë Gnatja në lëvizjen e topit, ndoshta që nga portieri apo nga qendërmbrojtësi, duhet parë strategjia që Martini zgjedh, sepse në një skuadër që bën presing të lartë, unë nuk mendoj që është e udhës që ti të merresh me ndërtimin e lojës në poshtë. Je gjithmonë i prirur të gabosh. Mund ta tërheqësh skuadrën kundërstare, të bësh një hapësirë prej 40-50 metrash mbas shpinës së saj, por mundësia më e madhe është që të gaboj në ndërtimin e lojës. Prandaj them që është një ndeshje trajnerësh, le të themi strategjisht. Po pra, këto dy skema, si mund të përballen me njëra tjetrën? Pra këtë po themi që pjesa e avantazhi i skemës, po jo vetëm i skemës, se ka një dyshim, numrat nuk përbëjnë asnjë gjë. Janë elementët ata që bëjnë ndryshimin. Ajo që bën ndryshimin është modeli i zgjodhës, modeli lojës i zgjedhur nga trajnerët. Pra ne shikojmë kështu, në 5-3-2 është në fazë mbrojtëse kjo. Okej. është 3-4-1-2 në fazë sulmuese, apo 3-5-2 në fazë sulmuese. Po ti asnjëherë nuk i ke kështu. I ke minimalisht 3-2-5 me pjesëmarrjen e Kastratit dhe Jugosllav. Pra ky është modeli lojës. Gnatja le t'i zhvendos si të dojë lojtarët. Por ajo që e ka model loje, ka ndërtimin e lojës në poshtë, shumë qarkullim të topit, shumë qarkullim që jep mundësi Vllaznisë të përdor atë agresivitetin, intensitetin, ritmin të presingu dhe
të ketë... E tha dhe Ardi më parë që ndryshon vetëm me një lëvizje, pra nuk është Bismarck, është Mala në linjën e parë të sulmit dhe ndryshon filozofia e gjithë interpretimit lojës së teknikut, besoj Martini. Vetëm pse është Mala, sepse ai është lojtar që vjen në linjat e qendrës dhe do kërkojnë shpesh herë gjerësi dhe thellësi për të shërbyer përballën nga linjat anësore. Por të flasim për sisteme loje, Vllaznia ka pikën e fortë në aksin qendror të saj, sepse ka dënësi lojtarësh, po dopsidi ka në kraun në zonat anësore, sepse janë vetëm lojtarët, aq më tepër që këta kanë funksione sulmuese, dhe koha e mbylljes në mënyrë organike të gjerësisë, po koha e mbylljes është më gjatë dhe ti ke humbur një kohë loje. Në të kundërt, Egnatia avantazhin e ka në zonat anësore dhe ka, le të themi kështu, pikë të le të themi të dobët, pa pikë të rrezikshme, zonat e qendrës, sepse është në inferioritet numerik në raport me lojtarët e Vllaznisë. Parashikim e di që s'bën, po si përballje si e sheh? Dua ta shijoj. Do ta shijoj. Dua ta shijoj sepse janë dy nga skuadrat më të mira të kampionatit tonë. Le të jetë një kartolinë e kampionatit dhe si një hapje e fazës 4. Po, patjetër. Edhe unë mendoj që është e paparashikueshme. Është e paparashikueshme kjo sfidë. Mendoj. Mirë, atëherë është e gjitha për të shijuar në ekranin e RTS Sport, në komentin e Kristo Thoma, vetëm pas pak në orën 19, Egnatia Vllaznia në Egnatia Arena. Me Ardi Beharin, me Dritan Mehmetin, por do të na bashkohet edhe Klajdi Kola, specialisti ynë i gjykimit për të parë rastet e diskutueshme që mund të prezantohen në këtë sfidë të ditës së sotme. Do të shihemi më një herë pas ndeshjes dhe jo vetëm kaq, por edhe me trajnerin dhe me lojtarin e ndeshjes. Shikim të këndshëm.